Mi mbrëma shikues të Radio Televizionit të Kosovës dhe të emisionit Sport Elite. Sonte ne po sjellim një intervistë ekskluzive me një prej femrave më të suksesshme të industrisë së sportit. Është gjyqtarja e parë femër në FIFA dhe UEFA, Rita Vehapi. Një femër për cilën edhe shkruen libra, kështu që unë shumë kam kënaqësinë që të prezantoj sonte si ftuarën time speciale, ku do të sjellim një pasaport, ta quajmë kështu, rreth veprimtarisë së saj, por edhe disa gjërave të tjera private që me shumë kënaqësi do t'i ndajmë me neve edhe një herë. Rita, mi mbrëma, mirë se erdhe. Mi mbrëma, mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Në RTK ndihem si në shtëpinë time. Faleminderit shumë. Rit, ka një 2 vite që s'ke dalë, më duket, në për intervista. Kom nejtë pak në qetësi, kom punu në qetësi edhe... Tani ti vëthu kam punu në qetësi, mirë po profesioni i gjyqtares nuk ka të bëj fare me qetësi. Kjo është shumë e vërtet, gjuhë që edhe njerëzit tjerë që në ndjekin neve përmes televizioneve dhe çdo lojë do më thonë që njerëzit e ndjekin si live po ashtu edhe përmes televizionit. E shohin që polemikat më të mëdha sillen rreth këtij profesioni, jo pse referi e boni, jo pse nuk e boni, kështu që po, kemi pasur ndeshje të ndryshme, kemi pasur shumë dinamika, po mirë. Nuk është për mua në kua, po? Jo, absolut. A është kjo gjëja cilën ti e ke dashur prej fillimit, prej momentit kur e ke kuptuar se çfarë është futbolli? Kam drejtën, unë e kom cekë edhe në për intervista tjera që unë e kom fillu si futboliste dhe me të vërtet futbollin e kom dashur tepër shumë. Edhe gjithmonë kom lu, edhe si lagje, si gjithmonë, dhe më thonë kretë njerëzit që ka më njohin e din që unë sportin e kom dashur shumë. Po në fillimet e mia e kom gjetë vetëm futboll shumë. Po, ku ke qenë edhe kapitene. Do thotë një bare përgjithësisë, se për shritin e kapitenit thonë nuk është me rëndësi sa i rëndë është shiriti, me rëndësi është sa e fortë është dora që e mban shiritin. Po, atëherë në fillim, kur fillova te klubi i parë, isha njëra ndër lojtarët e para cilat e formuam atë far klubi, edhe tani në shej respekti ma ofruan shiritin e kapitenit për shkak se provoja krejt këtu e bënë në vetën edhe po. Është ndjenjë mirë, respekt i madh ndaj teje prej ekipit edhe po, e kom bajt me fanatizëm. Po pastaj kom vazhdu do më thonë me futboll, derisa e pash që po mënej me bo një pauzë pak, edhe vazhdova me universitetin, edhe pas përfundimit të universitetit vendosa të merrem me referem, profesion që edhe sot e bëj me shumë dëshirë edhe shumë kënaqësi, edhe kam e vazhdu me bo derisa s'më mo. Po mirë, tani ti e ke profesionin, është profesioni sakrificës, por e ke dhe profesionin ku disa i vën të lumtur, disa ja mohon lumturin, dikush mendon që ju ke bërë shumë pa drejt, por dikush në atë moment, thot ua çfarë gjyqtare Rita, falë saj do të thot ne nuk e morëm karton, ose falë saj ne fitum një penalti, gjithmonë duke marrë vendime korrekte. Am të regon se seriozisht, unë jëmë pak kështu nga natyra, sado që dukem si kur jam pandjenja, për shkak profesionit që kam, kur është puna për me marrë vendime të tilla që janë shumë të ndihshme, unë jam shumë person i ndihshëm. Tregom, Rita, a e ke problem atë dhimbsen lojtarët kur ja u jep një karton të kuq, të verdh, ose kur ja u kurdon një penalti kundër tyre? Kur kam qenë lojtare vetë, edhe kur kam marrë karton të verë, shpesh ali kom drejtu referve ose kolegëve të mi thasht që nuk e buna, nuk u dasht, nuk e meritova, ama gjithmonë bazohemi në rregullorën e lojës, gjithmonë mundohemi me bu më të mirën, gjithmonë mundohemi mos me i hyn hak askujt. Edhe pse përdo vëshkrima ime e fundit, përdo qyshet seke dhe ti përdo është gëzim, për disa tjere është të drem,
po munohem me menaxhu sa ma shumë, munohem në atë aspektin, s'po thëmë me i rujt lejtarët, po me jep kartonin në momentin që ata e meritojnë, ju veç pse unë po du me tregu një karton të verdhë ose të kuq. Po zakonisht ashtë lejtarët po shohin futboll, si lejtarët, po shohin futboll, janë të vedisum edhe e din edhe vetë që nëse veç e meritojnë, nuk kam çfarë. Po ti si ndihesh, a ke pasur dhe mshuri ndonjëherë, do të thotë kur ka përfundu loja, po prapë se prapë ke marrë me vete momentin edhe vendimin tënd? Po, ka qenë një rast në ndeshjen ndërkombëtare në Champions League. Kemi qenë në Hungari, ishte loja midis Ferencvaroshit edhe Florës të Estonisë. Aty lejtarja ma e mirë, lejtarja ma profesioniste e Ferencvaroshit e bën një ndërhyrje e godet në fytyrë lejtarën mbrojtësit ekipit kundërshtar, po e bën pa pik arsye, dhe më thonë e bën pa dashje, edhe që aty dhe më thonë e kom jep kartonën e kërç shumë shpejt, edhe ka fillu me qajt lejtarja, edhe në bas lojës, ka qenë aty të tuneli, edhe i thash që po më vjen shumë keq, po tha po ti dite që në e bona pa dashje, i thash po, kjo është, këtu jam për me imbrojt lejtarët në rastet ekstreme. Cilat janë momentet kur ke pa që futbolistët po i bëjnë gjërat me dashje, ndonjë ndeshje interesante, ndonjë moment kur me të vërtet aty mendzi ke prit që t'japësh një karton? Se ka shumë momente kur kemi të bëjmë me kategorinë e futbolistëve ose futbolistëve që janë shumë provokues. Po. Unë kam kujdes se zakonisht futbollin a dina që është sport impulsiv, që është sport me nerva. Zakonisht, kur nuk kam kujdes në situatat, kur për shembull bëhet një ndërhyrje edhe unë e lojën me vazhdu, edhe lejtari ose lejtara për shembull është i nervozum pse unë nuk e kam bërë atë faull paraprakisht, edhe quhet për shembull prej tokës, edhe vazhdon te çaj lejtar që e ka bërë ndërhyrjen, edhe aty zakonisht e pres që diçka mundet me ndodh, edhe diçka po ndodh me qëllim, domethënë, po bëhet diçka e qëllimshme, edhe aty domethënë aty spritoj. Aty jam e hapur gjithmonë. Aty je shumë racionale. Po mirë, dihet që dhe mënyra se si të qasen pastaj edhe futbolistët ose futbolistet. E di që du të kenë shumë kujdes, sepse ti e ajo që momentin që prej kafke në stadiumit, ti je autoriteti më i madh aty, sepse vendimet i merr ti. Edhe nëse i merr të pa drejta, po të pa qëllimshme, prapë ti e ajo që e vendos fatin e një ndeshje kur futbolistët ose futbolistet kanë marrë vendime ose kanë reagua në qaste sa do që i bëjnë me qëllim apo pa qëllim. Më thuaj, si ndjehesh edhe kur ka qenë ndonjë moment kur futbolistët nuk kanë reaguar si duhet edhe ndaj teje, sepse di që ka dhe ofendime që të bëhen. Në arenën ndërkombëtare kjo gjë është shumë rrallë ndodhë. Shumë rrallë ndodhë, a? Them drejtën edhe s'm ka ndodhë kur deri tash. Për të ndeshjet vendore ende kemi nivele të ulta, të thëmë, sa ato janë nivele të ulta. Po, e vërtet. Kur ti për shembull nuk e lën me kry një person punën për cilën është i kualifikum për qatë punë, nëse ti nuk ja lejon me bu, ose ndërhyn në mënyra si me ofendime, ose fjallor që s'duhet, që nuk është i lejum në fushën e lojës, pavarësisht a je shikus apo je lejtar në fushë, mendoj që ka orë kua mu vedisu edhe mos me këty gjithë shkam personale. Se ju kretë njerëzit vinë aty për sanet personale. Ashtu. Edhe, po ne kam një qëllim që kudo që shkoj, si këtu si jashtë, shkoj ma atë qëllimin me kry punën tem në mënyrën ma dent mundshme, edhe nëse ka asi persona që për shembull ofendojnë ose sillen mënyra që unë nuk i toleroj absolutikisht.
Nëse veç ata e bojnë që të sen, unë jam aty për, dhe më thonë, jam aty për me ndëshku gjithmonë edhe jam aty për me munu me parandalu që dhe që është jo sportive. Çfarë ndodh me një gjyqtare kur është tifoze e një skuadrës? Për shembull, je tifoze, a mundemi me po publike tifoze e cilës skuadër je ndërkombëtare? Barcelonës. Barcelonës. Në njëjtën ekip. Jemi shoqe. Çfarë ndodh kur një gjyqtare, pra është tifoze një skuadrës ku po e bën ndarjen e drejtësisë? Them drejtën, unë e Barcelonën e kom favorizu prej kur kam qenë fëmijë. Dhe me thonë, kur ja kom njësë me ditë pak për futbol, e kom pas qef. Edhe tash mos e jam refere, po mununa me balancu, ashtu me thonë që nuk më pëlqen asë një ekip, po realisht po Barcelonën e kom pas kështu favorit gjithë edhe menoj që nesër ose në të ardhmen shumë shpejt, shpresoj. Nëse veç më vjen mundësia, do t'jem e barabartë për të dyja ekipet, për shkak se unë në punën time, që ata persona që më njohin edhe e din, kom pas ato shumë shëshni që më ka ra me ju referu edhe e din që për një me brenda fushës, aty jam veçrita dhe ekipa jem edhe nuk më interesën kush është aty. Munona me bu matë mirën edhe munona me nda drejtësin qysh duhet realisht. Rita, për ty është shkrujt edhe një libër që unë e kam lexu edhe sinqerisht ka pas gjëra shumë bukura, ka pas gjëra të ndjeshme, të vështira me cilat je ballafaquar dhe nga njëherë them që këtu Kosova me të vërtetë është vend i vogël për njerëz që kanë ëndra të mëdha. Tani, është pra një libër shumë i bukur që është shkruajt për ty edhe aty jam njoftuar me realitetin që ka kalu Rita Vehapi. Më trego, unë tash e di, po për shikuesit, kush ta ka dhënë dorën, sepse është e pamundur, sado që themi ne gjitha gjanat i kemi mbri vetë, edhe piloti që ka barë 500 pasagjer apo disa, ka nevoj për kopilotin, do të dy veta për të fluturu, kështu që kush ta ka zgjatë dorën që i e falenderuse, për pas familjes, dije që është diçka e shenjtë. E kom përmene për shumë intervista, po njeri akteri kryesor, pëse unë mirë nësët me referim është shoqja e me cila edhe ka shkru librin, Festina Kogja, cilën kisha shpytë rastin me përshëndet shumë. E kom shoqet shpirtit, edhe realisht ashtë për këtë liber, kjo është projekti i ministrisë, cilin Festina e ka fitu në ministri. Edhe një dit për ditëve më ka telefonu edhe më ka thonë e kom fitu qëtë projekt edhe ideja jam është që po du me bo një liber për ty, për jetën tonë dhe prej fillimit qyshja ke njësë deri sot, edhe jëm një shumë mirë, se normal... Po pra, të shkruhet një liber për ty është diçka e madhe, okej? Ku mund edhe gjeneratat e ashme që kanë inspirim shumë gjykimin në futbol, ta kenë si model edhe ta studiojnë si është jeta një gjyqtarës deri tek arritja që të bëhet femra parë e ndërkombëtare për FIFA dhe UEFA. Po, realisht në Kosovë ka pas edhe gjyqtare edhe ma herët. Ka qenë Sanje Krasniqi, kanë qenë disa refere tjera të cilat kanë arbitru ndeshjet ndryshme si në ligën e femrave dhe të meshkujve. Po, për ndërkombëtare, Lumturia dhe më thonë ka qenë asistentja e parë që dhe më thonë ka shku në ndeshje ndërkombëtare me djemë bashk. Edhe vazhdon tjetë një prej femrave më inspiruse, një model referues për shumë femra që duan të prekin këtë ëndër. Them drejtën, lumja ka karierë sa ka më në vjetë ashtë. Edhe po ashtu edhe kur në erdhe rani mua dhe fitore govorit dhe më thonë që u pajësë me stem. Edhe është ndjenjë mirë kur ti je personi parë që hap derën në atëfar forme të thëmë. Gjyqtare kryesore, ndërkombëtare, të ketë edhe Kosova. E kjo është ndjenjë shumë e mirë, është një... Unë e thëmë e vetë vetën, nuk e përfatsoj Rita Vehapin, po e përfatsoj çdo qytetar të Kosovës i cili është dashamir i sportit. Shumë e saktë. Ti ke referu edhe futbollin e meshkujve. Po. Tani, më thuaj, cili është më lehtë referohet, futbolli femrave apo i meshkujve?
Kisha thonë, Edhe pse? them drejtën, si në Kosovë edhe në ndeshjet ndërkombëtare, futbolli femrave është pakës më, intensiteti është pak më i lehtë, kontaktet janë më të lehta, ndërsa për tamam kështu të themi lojë të fortë, lojët e meshkujve normal janë me intensitet, ma kime vrapu të kohën, duelet janë tamam duele, nuk ndodhen, te femnat ndodhen do situata që nashta kur nuk ndodhen, po aty ndodhen. Aty ndodhen. Është futboll më me tolerancë të madhe. Qashtë është. Amo kisha thonë që te meshkujt luhet tamam futboll. Tamam futboll. Po, te ciklet e nalta për shembull, se na jena unë halojëm është viti i tretë është si gjyqtare ndërkombëtare. Ende nuk i kina prek ato nivelet e nalta, se po të shkojnë atë nivelet për shembull te Barcelona dhe Real Madridit tek klubet e femrave, po besoj që atje është niveli, tjetër nivel. Sepse atje është e vërtet mbledhet një numër shumë i madh të interesuarve, ka tifozëri, sa që sartë lumë Barcelona dhe Paris Saint-Germain, kategoria e femrave e ke parita se çfarë numri rekord ka të prezencës në stadium. Dhe ndonjëherë dhe ja ka kalu numrit rekord që mund të mbajnë kategoria e meshkujve. Qashtu është se pe përmenin një gjë që më ka ndodhur. Se gjithmonë shkoj për asoj që kom përjetu që më ka ndodhur. Loja pare e imja ndërkombëtare është Turqi-Lituani. Edhe na shkum të përgatituna deri në atë pikë që ka me pas shikus, po jo ashtu shikus qysh i shohim nëpër televizione. Edhe jena mësuna këto 100, 200, 300 shikus, ma shumë s'na kanë në lojë qikave. Edhe kur shkum atje me qikat, me lumën, fitoren, festinën, në fillë e mirë fillum nuk pata dhe shumë, dëllëm me bo në zemja, nuk pata dhe shumë, mirë. Kur u bom gati për me dalë të tunele dhe për me dalë në fush, aty të shumë. Qka u bo? Realitet tjetër, a? Dhe më thonë, jenë konë afrodhët një shikus, që ka njerë kisha probleme dhe fiturën me një, se ishke ka pjesa shikus vani, ku kishke ma shumë shikus, e kisha pak probleme me njësit. Dhe më thonë, na e dina, turqit janë ata simpatizust. Mat flakt. Flakt janë. Po që... Edhe nuk kanë ditë, dhe më thonë, më ndalë prej momentit që e kom bo vëshklimin e parë, dhe në vëshklimin e fundit ata jenë konë të në konë në komë, edhe të bërtit, edhe dhe më thonë ishte një atmosferë që tem drejten emocione pa fund të kom bosë. Që se aron asnjëherë? Asnjëherë. Edhe po ta referoj Barcelonën, nuk ka me pas asnjë emocione mo. Mirë, Rita, edhe për ty ka vlerësime, edhe ty të noton dikush edhe të vlerëson dikush. Ato është bërë pa drejt në njerë? Po shi që gjitha, thashtë, ka njëherë në situata në futbol, nuk janë kretë situata bardhe dhe zi. Ka situata që për shambull, nëse një kontrolere, po foli për jashtë se këtu ende nuk kom rrit. Jam gjyqtare 4 veç në ligën e parë, po mbjen mu taku me kontrolat e kështu, po si gjyqtare 4 nuk o që dëbjen me pas ashtu tepër punë që me... Kështu që jashtë ndodhë edhe na njëtën e përditshme disa njerëz gjykojnë ndryshe, disa tjerë gjykojnë ndryshe. Kështu që ka ndodhë në i rast që unë e për shembull e ku moni vendim fush, po tani nuk mu ka përkra. Gjë që jam i dhnu fort, jem bo nervoz shumë, po e kom po që nuk mund është... Ai vendim nuk e ka përcaktu arritjen tënde. Ja, ata UEFA janë shtëpi e madhe dhe nuk, që me thonë, nuk o që të penalizojnë për një gabim tonin që ti e ke bu, okej, pa dasha e po kuptohet, po për një gabim që vrehet totalisht që është ose s'është, edhe është gjithmonë 50-50, edhe atë shumicën e helave kontrolat kur nuk kanë pamje ose nuk shihet bashkë mirë, kështu këtë mënyra që shka ndodhë incidenti, ata gjithmonë e përkrojnë gjyqtaren, kuptohet se na jena konë aty në fush, na e kena po ma ofër, edhe mendoj që ka posa si raste, po
kanë qenë te i kaluse? Ato veç për të përgatit, për të forcejsh. Shërbitje. Rita, gjyqtarja e parë ndërkombëtare në Shqipëri që ke referuar ndeshjen mes të Shqipërisë dhe Maqedonisë, apo? Po, veriut. Po. Çka nëse duhet të gjykosh ndeshje në mes të Shqipërisë dhe Kosovës? Mirë, po, ndeshje vendimtare. Po, atje ka qenë ndeshja, kemi raporte shumë të mira me Federatën e Shqipërisë, me gjyqtarët atje, Emanuela Rusta ka qenë ajo gjyqtarja parë femën në Shqipëri, edhe Sokol Jareci është kryetari i referve atje, kena raporte shumë të mira dhe ai ka shpreh dëshirin që ndeshjen e parë miqësore ndërkombëtare ta kem aty. Edhe ishte ndjenjë shumë e mirë, për shkak se normalisht na me Shqipërinë jena 10 botëryshe, na jena shumë të afërt, edhe qenë ndeshje shumë e mirë, edhe shijuva shumë, nëse më kish ndodhur me nda drejtësinë mes Kosovës dhe Shqipërisë, normal që kish fitu Kosova. Jo. Edhe aty në Maqedoninë, mes Maqedonisë dhe Shqipërisë ka pas shqiptarë edhe në ekipin e Maqedonisë, edhe në ekipin e Shqipërisë, po ju mundu me majtë balancin, gjithmonë munduna me majtë balancin, sepse na jena këtu për me nda drejtësinë, sikur gjykatë, si që është për gjykatë, nuk e përkra kriminelin, edhe na që ashtu jena nuk e përkrahëm ato që asë do të mi përkra. Vazhdimisht do të thotë ka çmimet që janë dhënë për ty, cili është çmimi që veçon më shumë ti? Çmimi gjyqtarja perspektiv ka qenë çmimi që e kam marrë masi që ja pa ta fillu, edhe ka qenë një shtyse madhe për mu se më ka shti me punu shumë, për shkak se në mesin e plot gjyqtarëve, po foli për pjesën asistenta e kështë, më kanë zgjedhur mu si perspektive dhe ka qenë ndjenjë shumë e mirë edhe një çmim që për një me nashta nuk është ku me ditë qka në atë aspektin, nuk ka shumë vlerë të madhe për njerëzit që e ofrojnë, po për neve fix, për neve që e marëm, është një sen që është një farë shtyse që të thu, sot e ku marë sa nesër do në marë diqka ma shumë. Në fakt është një çmim lajmëtar që një gjyqtar shumë e zonja po vjen. Faleminderit se... As je mësu me marë komplimenta? Jo, mësu, po... Po qka? Unë kam qef kështu me konë shumë modeste, edhe në përgjithësi e njëri shumë modest. Nuk kam qef kështu me jetë skukën lartë në të aspektin se kom të në tukë të prikin gjithmonë. Edhe mendjematësia nuk o që të bënë ma shumë ose ma pak. Qëndro modest, njerëzit kanë me dash, njerëzit kanë mësil mirë me ty, kanë me të pas konsiderate dhe bënë veç qaje që je. Rita, a jetohet me referim në Kosovë? Them drejten, na referimin ma shumë e kena si hobby. Pasion, se sa që mujna me jetu me të. Do me thonë, mbi jeton, nuk jeton? Fix. Në nivellet ma lartë, unë po flasë për nivellet ku unë arbitrej, është pak ma problem, për shkak se na bedina, kushtet në Kosovë nuk janë edhe ashtu shumë, po nuk janë edhe shumë keq, edhe besoj që në të ardhmen ka përbu edhe ma mirë për shumë që dita ditës kena ndryshime, kena investime po shumë që po punohet, po buhen sanet edhe, po besoj që edhe me neve ka me posë të ashtë ndryshime edhe Zoti i shpis është gjithmonë atë. Ofër për me i përkra. Pa tjetër, ka qenë gjithmonë, s'ka kursy asë njëherë. Po flasë për vete edhe për vajzat, për neve u konë gjithmonë i hapur. Për neve gjithmonë ka gjithë kohë, për neve, do me thonë, presidenti federatës Agim Ademi ka qenë person që për një me mos me të lonë mu dërzu. Se ka njëherë në të vërtet kër ndodhë diqka ose e ki ka njerë do situata njëtë që ndodhen edhe thu jemes a jam as jam. Tu e vazhdu, po jo, ajo është aty gjithmonë i hapën për neve, është gjithmonë për me na përkra, është gjithmonë për me na mbështet, nëse kena nevoj për diçka, gjithmonë jena është aty për neve. E që kjo është arsyeja dhe pse po kena me të drejtën sukses edhe po jena ku jena. Rita, për shkak të intensitetit shumë të madh të profesionit që ta kërkon, ka momente në fush kur
ja u ke bërë pa të drejtë, do të thotë ndonjë skuadrës, po normal pa qëllim? Na e dina që gjithmonë jo në skuadrë ka më konë ajo që ka më anku. Mu veç më qudit ajo pjesa kur ekipi fiton edhe prapa ankohet, që ajo më qudit pak shumë. Ajo është fenomeni që na befason gjithve. Ama kështë jo valoj qeqëne me të drejtën, jo mënu kështë gjithmonë me që ato që ajo kom ditë, me që ato që jo mënu me zbatu në fush, jo mënu me konë e barabartë për gjithë, po ta është normal pa knatësi ka gjithmonë. Edhe në familje ka njerë motra me vlonë, nuk është e knatës. Pa tjetër, po. Edhe... Qa ke sakrifiku për me arrit ku je sot? Njët një me njëre munot me gjithë vetën që ato ku është ma i mirë, po të profesioni i referimet ose në sport, në përgjithësi sporti, me të vërtet do këtë shumë atraktive, kështu po me të vërtet merë shumë kohë. Edhe është ko gjë problem me bu për shambëll, edhe sportin, po edhe mu merë edhe me diçka tjetër. I harrojnë njerëzit temperaturat shumë të ulta, temperaturat shumë të larta, borën, shiun, se ju luani në ambient hapur, edhe referoni në ambient hapur. Fiks. Qashtu është se për në me, na nuk kena dhe shumë hapsira, cilat na du të mi shfridzu. Okej, na e kena stadiumin Fadel Vokri, që na u ka mundësu me stërvit aty. Dhe me thonë federata na i ka mundësu gjitha me pajisje, me krejt që na mi shfridzu për me ushtru. Po ka njëherë që e ceke edhe të kushtet atmosferike, ka njëherë janë shumë të rënda për me stërvit në borë, në shije. Po besom që e bujna me shumë knatësi. E bujna me shumë knatësi me qika të angazhumi, e bujna planin e stërvitjeve, dalëm me shumë... Do më thoni, ki harru gjitha sakrificat, kur në fund të ke rezultatin, del në fusha ty ku me ndonë që të takon? E kom pas një situatë pak ma të fështirë. Vitin e kalum, më kanë ndru babi jetë, edhe në pas vdekjes të babës, aty kom qenë pak në dyshime të drejtën. A me vazhdu apo jo? Aty kom qenë shumë diskutabile, po isha mes dy vendimeve. Ose me vazhdu, ku a i ka dosh me më po realisht, ose me nejtë në shpe dhe mos me bukur gjëmo, se nuk isha motiv. Po, për një moment, do më thonë, shoqënia, rrethi, kolegët, më ka nejtë shumë ofër, familja, kanë qenë akterët kryesur që unë me vazhdu, se nuk përfiton kur gjë nëse ti e len. Edhe a i ka dosh shumë që me më po sa më mos me e lo, normal. Edhe që ajo ku në pak situatë që u dosht me mundesh me vetën për një ku këtë gjithë gotë, edhe me marë mundin me marë vullnetin për me dalë stërvitje. Gjë që treneri Enver Tahir, ajo është instruktori joni, ajo thëjke, unë jam për një me moshkull, thëjke veç valohen që të forcë zdia kësha mujtë në gjithë për me buqë për bënd te, po për një me njeri do të me vazhdu, pavarësisht që ka ndodhë, pavarësisht sakrificave, pavarësisht që ka në ndodhë njëtë, pavarësisht që në sjell jeta. Do të mi mri ondra, do të mi mri qëllimet, nuk do të mi lonë në gjystë sa në qaj ke njësë. Unë të kuptoj shumë se edhe unë jetë jem balafaqu, në morë shumë tre, humbja babit, momentet kur, dhe me thënë, është dashur me marë vendime shumë transishme. Kështu që unë e di që ja është shumë krenar për ty, edhe dëshira ati është që ti dhe vazhdosh andrën, për cilën edhe i ka investu gjithë jetën, kështu që kjo rezultat jëtë është investimi ti. Ajo kom personi i parë që më ka shty gjithmonë drejt sport, se ai ka dashur sportin shumë, edhe momentin që kom pas loja është venit, ose qatë që kom pas naj testet fizike, ose diçka, u kon njeri i parë, telefonata e parë, u kon e ti, gjithmonë që a ke mri, që shka shku, a ke mujt, a i ke kry, po une jëmë të mundu me bo sa ma shumë krenar ato, dhe pse nuk është mesin tonë, dhe pse e di që ajo më sheprej në altë, po mundu na me punu shumë që a drejtim që a i të pak të në tjetë krenar. Rita, tani, kërkohet një disiplin ushtarake për të qenë gjithmonë në formë, fizike, mentale.
Qysh mundesh me i thonë jo shumë gjërave, ushqimeve të cilat janë shumë provokuese. Unë për vetja kam fillu një dietë, se s'ka unë jetën time kur s'ka maj dieta. Sepse nuk besoj në dieta. Mirë po, kam fillu një dietë kështu të shëndetshme duke i largu pijet e gazuara, brumrat, sheqerin, vetëm një sheqer që po marrë është prej pembe, krypën vetëm në kryp nga perimet, kështu që shpirti me din që është duke heq, kur po vje ora se ne punojmë natën në të sportit zakonisht, se ndeshje zhvillohen natën. Shpirti me di që po heq, kur po vje ora 19, 20, 21, 22. Qysh mundesh, do të thot me i thonë jo disa gjanave? Unë po të kuptoj. Po më kupton shumë. Gati jem kun me të fshi, për jetëve sociale, se sa në qaj postoj që te ishe shumë të shishme. Edhe ka njerë desha me tonë qeq erdha, pretëm. Po, ja, do të me posë shumë kujdes. Është për një mere gjem që... A ka diçka që të hajt edhe tani i bje pishman? Unë nuk jem shumë favorite e këtyne ushqimeve tradicionale. A jo, as junk food kështu jo? Jo, nuk jem fort. As në mbëlsira nuk o që jem ashtu shumë merak, po ka njëherë amëll një me na e lypë organizmi. Edhe ka njëherë menuna me hungër, a mës me hungër, po tani thëmë jo, po menuna a mës me hungër, se tani kur te honje e di që, kur te thejat kriterin e di që tani menuna me buë petë edhe mununa me mojtë edhe jem të punu shumë qatë aspekt, se për një me fitu kilogram fiton shumë shpejt, po mi humbë është shumë e zërshme. Shumë e vështirë. Edhe të pjesa e Ramazani, kur këtë është pak problem, se do të me koordinu pak, do fke me hungër pak ma shumë si fërë, për shkak se lujt i kesh minesër, do fke me agjeru, edhe me referu njëtë në ku, pak që atë ndodhë pak sfit, po mas asoj tani me njëherë këthejësh në normalitet. Si po eshe futbolin në Kosovë, Rita? Të them drejten, po shë që po investohet, kushtet po buen ma të mira dita e ditës, po punohet, po ka njerëz të interesumshëm, për shë që stadiumet po janë ma të mushëm edhe shpresoj që ka më rritë që këtë vedisim edhe ka me pos të interesum edhe ka me pos njerëz që janë për sportit edhe ka ndashni për sport. Po. Rit, a është kjo, do më thënë, të quajmë momenti ose kurora cilën ti mendon që do duhet që duket, apo ka edhe diçka për te i kësaj që dëshiron me arrit? Une menoj me vazhdu me këtë profesion derisa në men nuk mu i mo. Edhe menoj që është veç fillimi. Veç fillimi? Edhe menoj që kena me pas halo shumë punë për me bu edhe mi mri mojat që thujnë. Në dhe aspektin për një me pas me met pak në histori ajo pjesa që një gjishtare prej Kosovës për një shtetit vogël me gjyku një ndeshje për shambull nivellit që është shumë i rëndësishëm edhe. Cila është ndeshja që ndron me e gjyku? Ndërkombëtare apo vendore? Po edhe vendore edhe ndërkombëtare. Vendore, gjithmonë më ka pëlqyer derbi lokal Drita Gjilani. Do me thënë e ke ëndër Drita Gjilani? Më pëlqen se atmosfera është maramense, edhe është shumë... Derbjana Moravës. E shë që ata njerëz janë të flakt për futbol. Sidomos Drita ka tifozëri europiane. Drita, të them drejtën, ekipet mu po bjen me referu të nivelli U21, të Liga, Superliga U21, e djende. Edhe atu jenë, dhe më thonë, të gjitha ekipet e Superligës e kanë, dhe më thonë, Ligën U21. Po me të vërtet, Drita është klub. Une kur të referoj të Drita, ndihem si me kanë në Evropë. Ata mënyra qësh na presin, mënyra qësh sillen, mënyra qësh na trajtojnë, po ashtu edhe lapi. Edhe ata kanë në momentin që ti del jashtë e shijan jashtë qësh është. Po e kryon një eksperiencë. E dzën tani mo qa duhet, tek duhet. Edhe këta ju ka ro me dal jashtë, e kanë po qësh po shkën, qëka duhet me ndryshu, qësh duhet më sill.
Edhe po, me të vërtet, ata bujnë një punë shumë të mirë, po folin atë aspektin mënyrën qysh neve na presin qysh sillen, si Drita, si Gjilani, si Llopi, Prishtina, po foli për të cikli unis të ne, se për në Superligën dhe nuk e di qysh shkan, veç për të këto kom pa që janë të vedisum. Do me thonë, ndrën Drita dhe Gjilani që ta gjykosh, po sa i përket ndeshjeve tuaja? Barcelonën, e gjithçysh. Te nivelli femrave kësha dosh me arbitru Barcelonën me Real Madridin. El Clasico, edhe te kategoria femrave. Mirë, a je duke përcjell Ligën e Kampionëve? Pe shikoj, po mununa mi përcjell me nëzon. Qenë ke duke përcjell? Po të përcjell e ty, edhe panelistët të, edhe ndeshjet. Kur dhe që po kam një me mundësi se për një me ka një herë po zgjasin lojt, po shkojnë vazhdime, po bëhet shumë vune nan, një me po dhëtë më qush shumë heret për me dalë me stërvite kështë. Po munum, sot që po munum me mi kap dhe detaje që një me zbën më na ikë. Cili është mëngjesi jut më i hershëm? Mëngjesi më i hershëm 6. 6? Po, bile me lumën, lumëtëri e madrën. Ajo është njëri papritueshëm, do më thonë nuk di. Se ka problema? Ajo është njëri, zdi, qa me thonë për ta. Lumi ajo për vete. Ajo është personin që për një me më shtyn me vazhdu gjithë. Se me përvojën që e ka me vjetë që i ka ajo, nuk pritëm. Edhe në tas mëngjesit me thira, ajo është qatë për me dalë me stërvit. Edhe po, me ta e kena bo një rutin tashtu, e po dalëm në parkun e Gërmis me bo vrape matë stazën e gjatë. Edhe me ta po dalë, mëngjes herët, 6 mëngjes. Unë kum harru, qysh është me shumë 6 mëngjes, Rita? Seriozisht, a duke dita ma gjatë, ma bukur, ma? Duket ki shumë energji edhe momentin që për një me zgjohesh herët edhe bën e kryen një obligim që e ki, njihesh ma produktive gjatë gjithë ditës. Bravo. Mirë. Rit, me të vërtet ishte kënaqësi, kaloj ora shumë shpejta, fluturoja ashtu. Me ty gjithë. Seriozisht, falenderoj shumë sepse do të po kthehesh pas një emocioni thyerje po ashtu që e ke përjetu nga humbja babit, shumë sfidave të tjera në referim, pastaj pyetjeve që ja ke bërë vetë se vlen vazhdohet apo jo, nuk e shku në për intervista, kështu që unë ndihmë shumë e nderuar që ke vendosur më ardh tek unë, me u rikthyt tek unë në intervistë. Faleminderit mas pari për te, për ftesën, unë e ty të kom për një me shoqe të mirë, se zakonisht gazetarët nuk kanë shumë raporte të mira me gjystarët, po. Për një me, unë të shmoj ty shumë, se je njëna dër gazetarët që ki një uri shumë të mëdha për sportin, edhe arsyeja pse vitet e pa dorëza që thoj, është se për një me e një sportin i din, do me thonë peripetit që i kena kalu, i e konë gjatë gjithë kohës me neve. Me të vërtet, unë njihim shumë mirë këtu të jo, nërë të kë jam si në shpitem, edhe me të vërtet faleminderit shumë për juve që për në areni ofër gjdo rrisie, gjdo arriture tone, për i reni mrapa, edhe faleminderit edhe juve shumë për kohën, edhe... E meriton, Rit, e meriton me medaljet madhe. Faleminderit, shumë faleminderit. Shumë suksese. Shumë mirë. Shikues të Radio Televizionit Kosovës, ka saj përket pra kësaj interviste shumë të këndshme për mua, por edhe për juve, me gjyqtaren e parë femër në FIFA dhe UEFA, një prej femrave më suksesshme pra që kemi në industrinë e sportit. Unë, Qeqa Krelani, ju falenderoj, mirë mbes që takomi në emisionin e radhës.